Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Kosovës. Për RTK Klasik kam të ftuar një flautiste, është Lule Ballata, edhe është shumë kënaqësi që është pjesë e këtij emisioni. Lule, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë Jeta për ftesën. Lule, ti je flautiste. Je rrit në një familje ku muzika ka qenë gjithmonë prezente, aktuale, edhe besoj frymëzimin e ke pas të natyrshëm në raport me shumë të tjerë, të cilët mbasi e zgjedhin rrugës, për ty ka ardhur krejtësisht në shtëpi. Si ndihesh si fillimisht flautiste, si vajza e profesorit kompozitorit Zeqiria Ballata, edhe çka është flauta për ty sot? Po, natyrisht e kam në gjene, pasi që baba i babit, Musa Ballata, ka këndu në sofrën gjakovare, me familjen e vogël dhe shumë tjerë. Pastaj babai, kompozitor, profesor, dy agjet, njëni me kitar, tjetri me bas kitar, kanë pas grupe, njëni rock, tjetri muzikë të vjetër qytetare. Gjithashtu nga mami, edhe pse mamin nuk ka lidhje me muzikë, është mësuese ka qenë. Ka qenë një nga mësueset më të mira. Ti e din se... Kam dhe njoftje, po dhe një brez i tërë që e ka eduku me një dedikim të paparë dhe idealizëm të madh. Po tash, pse pikrisht flauta? A ke pas ndonjë shtytje? A të ka ardhur natyrshëm frymëzimi? Apo si? Pse e zgjodhe flautën? Nuk e zgjodha unë, sinqerisht. Jo, domethënë kemi shku si fëmijë, natyrisht prenda kanë marrë për koncerte, edhe unë kam 2 vëllezër më të mëdhej, kështu që ndoshta më ka bo përshtypje tingulli i flautit, po e di që prente kanë përmend gjithmonë që flauta është shumë një instrument femëror, edhe përderisa e kam vazhdu, domethënë më ka pëlqyer, më pajtu, kështu që flauta faktikisht ka lind bashkë me njeriu si instrument, ka gjatësi shumë të madhe. I shpesve, tingulli i flautit, po. Është shumë histori e pafund kur e shikon. Edhe në periudha të ndryshme kohore, muzikore, stile ajo është transformu, është përsos, si krimtari, si instrument. Kompozitorët kanë shkruar sidomos Renesans, barok, klasicizëm, impresionizëm, edhe sot si muzikë moderne shkruhet pafundësisht, edhe shkruhet koncerte, sonata, impenjative. Ty personalisht, në gjithë këtë periudhë kohore, ku të duket flauta më e përsosur edhe si instrument, edhe si formë shprehse krahas veprimtarisë që shkruajt për të? Po, si që dhe thash, flauti imiton zësht, pastaj fakti që është instrument me frym, ndoshta është më ngushtë i lidhur me zërin e njeriut. Në veprat moderne ka efekte tingujsh që imitojnë frymarrje, ofshama, domethënë të shprehurit emocional të njeriut. Çka të them tjetër, saj përket kësaj anës jo klasike në kuptimin. Po vetëm si e tillë, si e qenë, domethënë si flautë, si instrument, si diçka. Po si krimtari pastaj kur është shkruajt shumë bukur prej Bachut, prej Vivaldit, prej Mozartit. Mozarti sidomos e ka koncerte shumë të bukura. Ju personalisht, kë preferoni dhe pse, do të thosha? Keni ndonjë shtytje personale si shije, që gjithmonë është subjektive, apo e bazoni në diçka që ka vënë pa më shumë flautin si instrument kryesor? Nuk e kisha veçuar ndonjë kompozitor, apo as në ndonjë epokë. I dëgjoj gjitha epokat, mundohem t'i përfshij gjitha epokat, edhe gjatë ushtrimeve që i bëj vetë, edhe gjatë koncerteve që i kam pas, i kam. Dihet që Bahu, për shembull, Vivaldi, Mozarti, Poulenc, pastaj vonë. Po, pastaj romantikët francez, Gobert, Ibert,
e shumë tjerë, do me thonë, deri në këta të ditës së sotme që ka shumë. Po nuk e kisha veçu, do me thonë, ndonjë kompozitor. Po për shembull ti kur sa i përket veprave të shkruara për flaut, ndërsa nëse... Jo, isha shumë specifike, vetëm për flaut. Okej. Po, nga që si flautiste, po të referohem vetëm për... E ty personalisht kur luan, jashtë preferencës dhe shijes, do të thotë që është gjithmonë subjektive dhe personale, kur interpreton për shembull Mozartin, që e ceke, kur luan ose kur ushtron koncertin e tij, në çfarë sfida gjendesh? Çka të tundon, çka të nxit për ta punuar tutje? Çfarë i ka vënë dritë flautit me krijimtarinë e vet? Që ti kur e ushtron, fillimisht stepesh, pastaj je në kërkim gjithmonë. Po, për shembull, sonatat e Bachut zakonisht i luaj kur është koha pak si vjesht ose e vrant, ose kur më duhet me mbrit deri te një energji për vepra ma të gjalla, ose teknikisht ma me kërkesa, ose edhe muzikalisht. Do më thonë, Bachu është një si motor për instrumentistin, kështu që zakonisht filloj me barok, pra me ba, nuk për i ceki ushtrime teknike, si që e din të vetë. Do më thonë, ajo të sjellë një kondicion të caktuar për të vazhduar tutje në dimensione të tjera pastaj të zhvillimit si të një vepre që ka pafundësisht. Dhe kjo të ndihmon shumë. Po Mozarti e specifikove dhe të vrejta në fytyrë një ndritje kështu, të pëlqen, është më personale? Jo, do më thonë zakonisht në program kër ushtroj, i kam të nevojshme dy energjit, Bachun dhe Mozartin. Dhe janë shumë të ndryshme. Janë shumë të ndryshme. Tingvojnë absolutisht, skajshmërisht ndryshëm. Dhe në basë kjo të tundon edhe të jap dy atmosfera, përjetime, edhe sfida. Po, pa tjetër. Edhe, do me thonë, teknikisht më ndihmojnë që më ndej me undal ma detajisht në veprat që jam duke i ushtru, do me thonë, në pjesë, në... Po të krijimtaria për shembull të si shkollë. Si shkollë. Kur jemi te shkolla franceze, që është shumë e njohur në flaut. Ose për shembull kultura të tjera interpretative, çësje të tjera, të reja që akoma dhe janë në kërkim. Kush të duket sikur është perfeksionizmi i një loje të bukur në flaut, si shkollë, si referencë, si diçka që reflekton shkallë të lartë profesionalizmi edhe nivel të admirueshëm. Kë e kujton ti? Si shkollë. Si shkollë. Si frym. Nuk ja kisha lënë meritën vetëm një shkolle, janë disa shkolla që kontribojnë në mënyra të caktuara. Shkolla ruse, shkolla gjermane, franceze, sa i përket muzikalitetit, kështu që në përgjithësi asnjëherë nuk është vetëm një si ma e mira ose e vetme, ka shumë për arsye të ndryshme, që përplotësohen e plotësojnë njëra tjetrën edhe kontribojnë gjithsesi në zhvillim instrumental. Dhe për shembull kur jemi te kompozitorët e tham, te sfidat me cilat mund të ndeshemi, parafërsisht na tregove arsyet pse dhe kur ushtron diçka. Po cila është ajo rituali, rutina që mban një flautist në kondicion të duhur, nga që është dhe instrument shumë i ndihshëm, është kontakt direkt me njeriu, është me trupin, dhe ty personalisht kë e kujton si momentet edhe elementet kryesor për me qenë një flautist i denjë? Vetën. Do me thonë, ndëgjoj shumë muzikë, jo vetëm veprat të flautit, po
E çka të mba në formë? Cilat janë ritualet që ti bën, ose elementet që ti beson që i duhen një flautisti edhe që janë sikur mënyrjetese ato pastaj? Në përgjithësi, instrumentisti mendoj që duhet të jetë i balancuar emocionalisht, sidomos instrumentet me frym, sepse gjatë luajtjes, domethënë, është edhe frymarrja, edhe varësisht se si ndihesh, ndikon edhe në interpretim. E din të shumë mirë si këngëtare që... Qetësi kërkohet absolute. Kërkohet një gjithsesi një kontroll, ose thonë ndryshe, është pak ma vështirë me lënë anash se si ndihesh momentalisht, kur je duke ushtru ose duke lujt në një instrument me frym. Do të thënë, ndarja është diçka jo lehtë e mundur, kur kemi gjendje emocionale jo... është diçka që kërkon... stabilitet. Jo, kërkon ushtrim të përditshëm, në kuptimin mjeshtri. Konsistencë, do me thonë, vazhdueshme. Mjeshtri në të qenurit stabil emocionalisht, mendoj unë. E aty ndikojnë shumë gjëra pozitive që janë shumë lehtë për të bërë edhe për të shtirë në rutinë të ditës. Gjithsesi është aktiviteti, qoftë sporti, qoftë ecja, vrapimi, yoga, mendoj që ka ndikim shumë të madh, yoga dhe meditimi. Kur e dëgjon një flautist tjetër, për shembull, që ne të gjithë kemi preferenca, kemi, nëse jo modele, sepse rritemi bashkë me to, kemi njerëz që na pëlqejnë, na frymëzojnë, na motivojnë. Atëherë kush janë, nëse jo me emër, është e ytja për ta thënë ose jo, po ke dikë që e veçon ose të inspiron kur e ndëgjon. Do të thonë thua si ja bën ky me këtë frazë ose me këtë frymarrje të gjatë ose me një teknik interpretative të bukur. Do të thonë kush janë disa që ti do t'i veçoje? Po, si flautist e kisha vençu Rampallin, do të thonë Jean-Pierre Rampall. Natyrisht ka shumë, po për mu ai mbetet si një, do me thonë e kisha veçu vetëm atë, edhe si që dhe thash, ka shumë. Thash edhe ma herët, nuk është kur vetëm një, po për mua... Emmanuel Pahud, do me thënë, pastaj Sir James Galway, do me thënë ka pa fund Denis Borjakov, ka shumë. Mandje dhe një flautiste amerikanë, duket Catherine, është shumë e njoftu në... S'më vjen mbi emri, është jashtëzakonisht e denjë, dhe ka pa fund shkolla apo ashtu që dëgjohen. Por në këtë cilësi, në këtë nivel, në këtë rang të flautistëve, cilat janë ato psikologjit që i bashkojnë ata? Cilat janë ato elementet që ti i gjenë të përbashkëta të një klasë shumë superiore e interpretëve? Kë mendon ti me intuitën tënde që janë ato elementet që thua këta bashkojnë në këtë pikë? Unë mendoj që puna është numër 1, konsistenca, disiplina, dëshira, besimi, vullneti, vetë besimi në fakt, besimin përgjithësi në të mirën dhe të bukurën, po pa punë të vazhdueshme. Aktualisht, Lule, po planifikon diçka që po të merë energji shtesë, si koncert, si program? Çka po bën fakt këto kohë me flautën? Momentalisht jam përgatitje të koncertit që kam mendu që një kohë me realizu. Është një koncert recital që ma kam përshtet komuna, po për disa arsye është shty një kohë, edhe
po mendoj që ta mbaj shumë shpejt. Me 2 pianist, e kom ndryshu pak. Konceptin, sigur. Po. Do t'jeni të 3 në skena, apo do t'jesh... Jo, do me thonë, disa pika do t'i luaj me njërin pianist dhe disa me pianistin tjetër. I ke menduar pianistët? Po bëni provat intenzive, nga që kjo kërkon edhe një kohë jo të shkurtër si pregaditje? Kemi definu, e kam definu në fakt programin. Do të aftuar diçka rreth programit, nga që edhe kjo është shumë interesante për dëgjuesit që e njohin komunitetin artistik, po edhe të tjerë që duan. Ke diçka që do të zbuloje më detajisht rreth programit, rreth... Jo, po mendoj. Do të mundohem gjithsesi me i përfshit të paktën 3 epoka. Edhe do ta luaj një vepër të babit, gjithsesi. Kështu që jam pregaditje, do më thënë, një koncerti që është pak stresuese për faktin që kanë kalu vite që nuk kam mbajt koncert solistik, ose që nuk kam marrë pjesë si soliste. Vitet e fundit më ka ra mjaft shpesh të jem pjesë orkestrës, qoftë me flaut, qoftë me piccolo, por dhe si ensemble. Po me gjitha se është tjetër barë kur ke tërmbrëmjen? Kur është komplet mbrëmja yte, është pa tjetër, është një barë shumë madhe. Po edhe ndjenjë shumë e bukur, besoj. Po, e ke planifiku kohën, është akoma, do me thënë, do të ndodhë tani? Po mendoj gjatë muajit maj. Gjatë muajit maj? Po. Po për pianistët, do të nga thuash diçka kur do t'jenë, nga që... Po, janë pianistët Lek Saliu dhe Agron Shujaku. Dhe Agron Shujaku? Po. Dhe, do me thënë, provat i keni intenzive, si po të shkuan, do me thënë, kjo... Ende jemi në atë fazën se cili po ushtrojmë ndaras, po. Po jemi në kontakt se jemi shok shumë mate. Edhe ndoshta energjia është më e bukur, po, është shumë rëndësishme, shumë mirë që e ceke se ne, edhe pse jemi pak, jemi shumë, kuptimin njifemi me zvete edhe shkollimi, studimet, vendet e punës kanë ndiku që me pas komunikim me shumë. Kontakte të vazhdueshme, takime në ambiente të njëjta, faktikisht. Dhe kur vjen puna me organizuar një koncert, mandej është pak e vështirë se kënd me marë si pianist në këtë rast. Po fatbarësisht kemi pianistë që janë aktiv dhe luajnë bukur? Dhe luajnë bukur, kemi shumë, jemi kolegë, njifemi mati, po kësaj radhe kam vendosë për këta gjë. Lule, në aktualisht jeni dhe kryetare e bordit të Filharmonisë së Kosovës. Si e konsideron komplet frymën në filharmoni, jetën kulturore, rolin tënd si kryetare e bordi? Si e shikon këtë fotografinë e madhe, do të thosha, të gjithë kësaj? Gjithsesi vitet e fundit ka pas lëvizje në kuptimin pozitiv. Filharmonia ka qenë trefesh, ndoshta edhe më shumë, më aktive këto vitet e fundit. Edhe e them haptas që merita është mbi të gjitha e ministrit Qeku, i cili ka punu jashtëzakonisht në të gjitha fushat e kulturës, siç edhe e dim se po i shohim përmes rrjeteve sociale, tash gjithçka është publike dhe është shumë lehtë, kemi çësje, domethënë. Po konkretisht sa i përket Filharmonisë të Kosovës, edhe buxheti i viteve të fundit është shumë fishu, që në njërën anë ka ndiku edhe në kualitet, edhe në shtimin e numrit koncerteve gjatë muajit, përderisa më përpara ka qenë një koncert muaj, ndërsa tani janë shumë lehtë 3 koncerte në muaj. Pastaj, më përpara Filharmonia ka mbajt koncerte vetëm në Prishtinë, Filharmonia nuk është vetëm e Prishtinës, është e Kosovës.
e këto vitet e fundit ka qenë Janë bërë pjesë turnet. po artin e lëvizje, do me thënë obligative me mbajt koncerte edhe në qytetet tjera dhe fatmirësisht qytetet e Kosovës shumica i kanë disa sallat qoftë që i kanë renovu, sallat të vjetra që janë kualitet. Do të thënë ka ambjente për të barbajt ose për të realizuar një koncert. Ka qytetet që kanë salla më të përshtatshme se Prishtina, ironike, po shumë mirë që kanë, sepse edhe për ta si vendas të atyre qyteteve, po edhe për qytetet tjera që me e shkëmby përvojat, organizimet, kontaktet dhe me pas sa më shumë lëvizje dhe bashkëpunim. Edhe me kriju relacion më të natyrshëm edhe muzikën klasike, nga që ne nuk e kemi patur dhe një traditë shumë të madhe, shikuar përgjithsisht edhe qytetarët jo gjithmonë, përveç jo, vetëm profesionistët flasim, edhe qytetarët përgjithsi, publiku i gjerë ka nevojë për ta pas një lidhje dhe raport më personal edhe më të natyrshëm të zhvilluar. Po flauta si shkollë në Kosovë, në Shqipëri, në rajon, është e matshme për nivelin, për si të duket ty personalisht shkolla e Prishtinës, në raport me vendet tjerë. Nuk po flasim, po kemi këtu të rajoni, si qëndrojmë? Gjendja e arsimit në Kosovë, e dim që ka shumë të meta, po nuk isha zgjeru në arsimin e përgjithshëm, sa i përket shkollave të muzikës, pastaj fakultetit të muzikës, mendoj që është mirë që janë shtu instrumentistat, dukshëm, dekadën e fundit. Më kujtohet qysh kur kam qenë studente, më është dashur me udhëtu në disa shkolla të Kosovës, sepse nuk kam pas kuadro, edhe kam qenë pjesë e shkollave të disa qyteteve të Kosovës, dhe kam udhëtu ka disa herë Ka pas mu nges kuadrosh, dhe ju e keni ndihmu me eksperiencën për vojën, shkollimin, për ta shpërndahet. Pa tjetër, po e ceke si një dallim mes para 10 ose 20 vitesh edhe tani, që se cila shkollë e muzikës i ka instrumentistët e vetë dhe ka kuadrin e vetë. Po për te kësaj, si shkollë, tash flasim dhe në nivellet të tjera, si të duket si nivel tani, do me thënë? Po, si nivel, une gjithmonë mundohem të shoh më të mirën në gjithë shka, kështu që jam optimiste, mendoj që në përgjithësi jemi duke përparu, qoftë me të qenurit aktiv, gjithmonë e më shumë, ka shumë ditë për shembull që nuk duhesh me zgjedh cilin aktivitet artistik, kulturor, me përcjell, sepse ka shumë. Edhe kjo është gjithsesi pozitive, sepse rrit konkurencën në kuptimin e mirë dhe ngritet kualiteti. Kushtet, si që dhe e dim, mungojnë, do më thonë, mungojnë është shumë kontradiktore në fakt, se njërën anë kemi përparu shumë, po në anën tjetër jemi shumë brapa për gjëra bazike, do më thonë, për elementet bazë, kemi shumë mungesa. Shkolla e muzikës, për shembull, mbi 10 vite nuk ka objekt, është kryeqytet. është një objekt. Një objekt, një natyrisht dhe kjo shkollë. pastaj ndikon edhe në cilësinë, edhe në nivelin, edhe në vazhdimsinë e një jete të natyrshme të etabluar në shoqëri. Pastaj arti kërkon kushte, është shumë delikate dhe është shumë e vështirë njërën anë për me qenë kreativ, e mos të flasim edhe shumë detaje tjera që duhen për të qenë i kompletuar. Lule, po më falë, po të kujtohet dikush në Prishtinë që ka ardhur një flautist ose flautiste që mendon ka frymzu të rinj, të reja me një masterclass, apo ndodh kjo? Po, ka ndodhur. Me një koncert të bukur,
edhe njerëzit të shohin dhe përtej këtij ambientit ton me gjitha të vogël. Dhe ne mund të bëjmë qefin vetës, po bota është shumë e madhe, artist ka pa fund, nivele ka edhe ngjyra pa fund. Atëherë më thuaj, do të veçoje dikë si model që ka ardhur, si masterclass të veçantë që ka dhënë në vitet e fundit. Nuk e kisha veçuar ndonjë, ka shumë. Disa, po mund t'i thuash lirisht. Edhe më mirë. Po jo, e di që mund t'i them lirisht, po mendoj që secili ka dhënë kontribut. Është fat që kemi disa festivale ndërkombëtare edhe secili festival është mundu maksimalisht që instrumentistët që i ka ftu për koncerte të japin edhe masterkurse apo ka pas raste edhe që kanë bu për zgjedhje të disa instrumentistëve për ndonjë trajnim, ndonjë kurs në advent për cilit ka qenë instrumentisti, ose edhe në anën teorike, muzikologët kanë bajt tribuna muzikologjike, seminare, punëtori të ndryshme. Pastaj Filharmonia dihet që si cilin koncert angazhon dirigent të huaj dhe solist të huaj, po sidomos dirigenti kontribon shumë çdo muaj me vite të tëra që Filharmonia të ecë përpara dhe të ketë mësues të ndryshëm, domethënë sepse secili që vjen lën diçka edhe secili që vjen ai sjell një frymë të Evropës që megjithatë mendoj që na mungon shumë. Absolutisht. Lule, ishte kënaqësi që ndave një pjesë të eksperiencës rrëfimit tënd si flautiste, si artiste. Të uroj suksese në koncert dhe në rrugën tënde tutje. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kaq të dashur shikues të Radio Televizionit të Kosovës, mirëmbëjtshit.